Miq Top Channel, mirëdita, mirë se vini në Shqipëria Live. Do të jemi së bashku minutat në vijim, ku sigurisht do ndalemi të flasim për gjithçka shkaktoi moti disi i çuditshëm, por i paralajmëruar nga Akil Osmani ditën e dieshme në Shqipëria Live. Ajo që vlen për të theksuar është fakti se për fatin e keq, një person ka humbur jetën në Himar, bëhet fjalë për një punonjës të OSHE-s, i cili ka qenë duke u marrë me riparimin e një defekti të shkaktuar nga moti. Po ashtu moti vështirë është paraqitur edhe në Kosovë, në disa zona të saj, ndërsa se flasim për Shqipërinë, do daleshim tek Himara, Ksamili, Vlora, Saranda dhe jo vetëm që duket se në jug të vendit kanë hasur vështirësi të mëdha. Pamjet janë bërë virale, besoj kudo në rrjetet sociale, media, portale dhe jo vetëm keni pasur mundësinë t'i shihni, por se çfarë kanë lënë pas. Të gjithë stuhia e fortë, shiu dhe mbi të gjitha edhe shtrëngatat e rrufet, ne do të shkojmë në lidhje direkte në qytete të ndryshme të Shqipërisë për të kuptuar mbi të gjitha se çfarë ka ndodhur, si është situata sot, si është administruar nga institucionet dhe ndër të tjera nëse vijon të jetë një pjesë e vendit pa drita apo jo. Duket paktën nga informacionet paraprake që situata është marrë në kontroll që në orët e para që kanë nisur edhe shtrëngatat e forta. Mirë, do doja fillimisht të shkonim në një lidhje direkte me Akil Osmanin në Meto Alb, i cili na paralajmëroi, thash Akil, më herët, mirëdita, faleminderit për kohën lidhur me gjithçka do të ndodhte nga mbrëmja e kaluar e ditët në vijim, ku duket se temperaturat psojnë një rënje, por mbi të gjitha paralajmërove edhe për këto erërat e forta që do të sillnin pasoja në vend. Më thuaj çfarë na pret? Në fakt, për sa i përket parametrit të erës, e cila është edhe parametri i cili ka sjellë më shumë problematika në territorin shqiptar, të cilat ju sapo i lançuat, do të vijojë në fakt të jetë përgjatë gjithë kësaj jave her pas here era shumë problematike, duke bërë që në hapësirat detare dhe kryesisht në qytetet e zonës bregdetare të jetë shumë problematike, me një që shkon me shpejtësi edhe mbi 80 km/h. Dhe si për ironi të fatit mbetet kryesisht në problematikën e parametrit të erës zonat jugperëndimore të territorit shqiptar, duke përfshirë këtu Fieri, Vlora, Saranda, Gjirokastra, pritet që her pas here stuhit më intensive të jenë në këto zona. Sigurisht edhe në pjesën tjetër të territorit tonë her pas here era do të jetë shumë intensive, duke filluar që nga mesdita ditës sotme dhe të paktën sinjalet janë që era të na shoqërojë e fortë deri ditën e hënë, një erë e cila shkon me një shpejtësi mbi 80 km/h shumë pranë vijës bregdetare, nëse do flasim pasaj për peshkarezat të cilat do duan të dalin në det, do të jetë një shumë problematike. Jo vetëm në det, edhe në tokë, era her pas here ka arritur një shpejtësi mbi 75 km/h, duke bërë që të ketë thyerje pemësh apo dëtime të ndryshme, për fat të keq ka patur edhe një humbje jete. Do të vijojë kjo erë të jetë problematike në vendin tonë, pasi do të vijojë kjo rënja drastike e temperaturave të ajrit, duke bërë që të kemi dhe erë shumë problematike në vendin tonë. Jo vetëm në det, por edhe në tokë, kryesisht zonat jugore dhe zonat qendrore do të jenë ato disi më të prekura. Veri u mbetet disi më i mbrojtur në zonat izoluara, por sigurisht që Lugina e Drinit do të ketë një erë e cila shkon edhe mbi 80 km/h në intervale të shkurtra kohore, duke bërë që të paktën për gati 5-6 ditë territori shqiptar të përballet me era të cilat do të jenë shumë problematike në vendin tonë. Ajo që më tërheq vëmendjen është fakti se në disa zona ka qenë situata më e rënduar se sa në të tjera. Dhe i referohem këtu jugut që ka hasur vështirësi. Më bëj pak krahasimin mes jugut e veriut. Çfarë i pret në vijim? Në fakt, nëse krahasojmë dy zonat, kryesisht jugu mbetet në ndikimin e këtyre erave shumë të fuqishme, duke qenë se është dhe kanali Otrantos dhe sigurisht që Vlora, qarku i Vlorës është disi më i prekur, pasi aty shpejtësia e erës kryesisht në detin Nion shkon mbi 90 km/h, nëse e krahasojmë kryesisht me zonat veriore, zona e Shëngjinit, pritet që aty shpejtësia e erës jetë në 75 apo 80 km/h. Sigurisht, ndryshimi nuk është shumë i madh, por nëse e krahasojmë me njëra tjetrën, sigurisht që zonat jugore do ta kenë intensitetin e erës shumë të lartë dhe më të shpeshtë, ndërsa në zonat veriore dhe pjesërisht në zonat qendrore pritet që intensiteti i parametrit të erës të jetë më i ulët dhe të jetë në intervale më të shkurtra kohore. Kjo është ajo që bën ndryshimin, pasi në jug pritet që pothuajse duke filluar që nga dita e sotme dhe kryesisht janë mesditat dhe më së shumti pasditet ato të cilat sjellin erëra të cilat janë të forta, të cilat pastaj vijojnë edhe gjatë orëve të vona të mbrëmjes dhe sjellin pastaj problematika të shumta në vendin tonë. Kështu që zonat jugore pritet të kenë, nëse marrim me përqindje, rreth 20% më tepër intensitet të shtuar të parametrit të erës, si për sa i përket shpeshtësisë, por po ashtu edhe fuqisë së saj. Kur qetësohet situata?
Për fat të mirë ka sinjale që vetëm ditët e fundit të muajit korrik pas ditës së hënë pritet që të ketë një rënje të intensitetit gradual të parametrit të erës. Sigurisht është larg pasi parametri i erës është një ndër parametrat më të vështirë për sa i përket për të dhënë intensitetin e saj, por pas ditës së martë ka sinjale që të ketë rënje të ndjeshme të intensitetit të erës, pasi kemi dhe rritjen e temperaturave të ajrit gradualisht, pasi deri ditën e premte presim maksimumet të cilat zbresin rreth verës 30 gradë Celsius, do doja të thoja që dita e premte që vjen ka sinjale që sërish të jetë e vështirë kryesisht për jugun. Pastaj aty do të jetë era me një shpejtësi që shkon mbi 95 km/h dhe shto këtu që priten edhe prezente sërish rrebeshet e shiut në të gjithë territorin shqiptar, por më të fokusuara mbeten kryesisht në zonat ligore, duke bërë që sërish për disa orë situata të jetë sinjalet janë të jetë pak kaotike. Kuptoj. Akil, përpara se të falenderoj, do doja të të bëja një pyetje, kjo vjen si pasojë gjithçka e ka ndodhur edhe në vendet fqinj, apo jo? Italia kaloi disa ditë të tilla, pak a shumë nëse zgabohem. Po, ke të drejtë pasi temperaturat e larta të cilat kemi përjetuar në vendin tonë kanë qenë ekstremisht shumë të larta. Ditën e djeshme ka deportuar një masë ajrore shumë e ftohtë nga veriu i kontinentit evropian drejt gadishullit të Ballkanit, që si fillim të preket zonat veriore të Italisë dhe gradualisht edhe pjesa tjetër, kryesisht pjesa lindore, duke bërë që të ketë patur prezente rreshjet e shiut në formën e stuhive, të shoqëruara me era shumë të forta, por jo vetëm një pjesë e mirë e rajonit të Ballkanit, ditën e djeshme është përballur nga këto stuhi, të cilat sjellin rreshje intensive në afate të shkurtra kohore, erën e cila është shumë e fortë. Dhe kjo ka ardhur si pasojë e deportimit të një mase ajrore të ftohtë, duke bërë që të ketë një përplasje mes dy masave ajrore. Sigurisht që masat ajrore të ftohta janë më të fuqishme, janë më agresive gjatë stinës së verës kur ato zbresin në zonave jugore, dhe kemi pasaj këtë përplasje e dy masave, dhe aty pasaj kemi erra të cilat janë shumë të forta, janë në formën e stuhive, dhe kemi dhe rreshjet e shiut të cilat janë në formën e rebesheve. Në zonat izoluara ka patur edhe prezente rebeshet në formën e breshërit, të cilat janë akoma më të dëmshme për zonat në të cilat ato prekin. Jo vetëm për territorin shqiptar, por po ashtu edhe për Kosovën ka patur shumë breshë, dhe çka bën që të ketë dëmtime të shumta. Në fakt, në fund do doja të të pyesja për Kosovën. Më trego pak shkurtimisht për ta. Në fakt edhe Kosova është prekur nga kjo stuhi, pasi temperaturat e ajrit aty kanë qenë shumë të larta dhe thyerja midis temperaturave të ditës së djeshme dhe ditës së sotme ka qenë shumë e lartë. Aty maksimumet janë regjistruar shumë pranë vlerave 38 gradë Celsius, ditën e sotme maksimumet luhaten rreth vlerës 25 apo 26 gradë Celsius. Dhe rënja me rreth 12 gradë temperaturave të ajrit sigurisht që ka sjellë këtë problematik të theksuar për sa i përket erës, rreshjeve të shiut në formën e rebesheve, por kur kemi këtë rënje me njëhershme të temperaturave të ajrit, sigurisht që shtohet këtu edhe fenomeni i breshërit, ku në Kosovë për fat të keq ka qenë në një sipërfaqe më të madhe. Pra nëse në Shqipëri ka qenë në zona më të izoluara, pothuajse gjithë Kosova ka patur her pas here rreshjet në formën e breshit. Rreshjet kanë qenë intensive dhe bëjnë që her pas here të kemi dhe problematika të përkohshme në qytete të ndryshme për sa i përket vëshimeve të ujit, pasi vim në një periudhë e cila është shumë e gjatë pa rreshje dhe rënje me njëhershme e një sasi të konsiderueshme të rreshjeve të shiut bën që të kemi këto problematika, pasi tokës i bie aftësia për ta thithur më së shpejti ujë. Faleminderit shumë, Akil, për gjithë sqarimin e detajuar.